بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Më lëni radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjëruar Allahu subhanahu wa taala, agjërimin na këtë pranu, gjunat na këtë fal, na këtë liru pi zjarmi i xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema e radhës që do të trajtojmë inshallah taala sonte, që është në vrazhdën e temës kryesore, që është agjërimi në mëson, është si agjeron gjuha. Agjerimi në mëson si ta ruajmë gjuhën. Agjerimi në mëson si ta ruajmë gjuhën. Do të thotë si agjeron gjuha është tema e të cilën do ta trajtojmë inshallah taala së bashku. Po marë parasysh do të të robin gjendjen që i kalon, por se duhet të ketë në hatër dhe duhet të ketë kujdes me gjuhën e ti. Gjuha e agjerimit është e veçantë e atyre që e din vlerën e agjerimit. Se në mi bindum që dikush kur e ndëgjon thotë çfarë thotë që këtë gjuha agjerimit. Po, edhe gjuha agjeron. Se unë e kom thonë edhe ligjëratat e kalume edhe tash për i përsëris, se disa mendojnë që veç du të mundal prej ngrënjes edhe pijes edhe o kry. Jo, s'është kjo agjerimi veç me mundal tipi ngrënjes edhe pijes, ai prej ngrënjes edhe prej pijes, prej hes, edhe prej pijeve ti mundesh me marrë edhe një hajvanat që ty me lidh me elon mos me qitë edhe kryet, ai s'han pin edhe ai po ngjinon, edhe ati mundesh me thonë të ngjinu. Nëse koft agjerimi veç mos me hongër me pi. Jo, qëllimi i agjerimit është më i madh se kjo. Po, mos me hangër dhe me pi është një pi rregullave të agjerimit. Por neve duhet na agjeron gjuha, duhet na agjeron syni, duhet na agjeron veshi, duhet na agjeron do të thotë i tërë trupi duhet ta ndjejnë agjerimin, jo vetëm se veç lukthi. Veç lukthi edhe gjuha edhe goja me ndjektë. Jo, duhet i tërë trupi me qenë agjerueshëm. E për këtë çështje ja din vlerën kësaj çështje vetëm se ata që e njohin edhe din më u largu pe fjalëve të kota. Fjalët e kota e zbehin agjerimin. Agjerimi zbehet, sikurse që zbehet agjerimi edhe shkon të u zbukuru. Agjerimi zbukurohet me punë të mira, me punë të mira agjerimi zbukurohet, me punë të këqija agjerimi ndytet edhe zbehet. Sikurse tesha. E ke pa teshen e mirë, kur është e pastër mirë, por kur i qetë edhe pak parfum, ajo botë edhe më e mirë. Ndërsa, nëse e merë në dytë, ato së mundesh me mbajt veshëm atë tesh. Pse se e ke në dytë? Edhe agjerimi qështu është. Agjerimi me punë të mira zbukurohet. Edhe bët më i mirë. Me punë të këqija, ajo shkon të uzbe. Për atë, pejgamberi s.a.s. në ka të regu për pasojat e gjuhës. Gjuhët e njerëzve ju bojnë të lashe njerëzve. Pejgamberi a.s. pe këshillave kur i ka jep Muadh ibn Jabelit, një prej shokëve të tij, thot Muadhi një ditë prej ditëve, thot e kapi, thot pejgamberi a.s. gjuhën e tij, e kapi gjuhën e tij dhe tha ruaje kët. Mu drejtu thot Muadhi, tha ruaje kët. I thash, thot Muadhi, ja Rasul Allah, a kemi mu marë në logari për gjithë shka thojma?
Atëherë pejgamberi alayhis salam ja kthei tha, "Fakulet ke ummuka ya Muadh", tha mos të pas nona mo Muadh, a nuk e din tha ti sa njerëz do të hudhen në zjarr si shkak i të korave gjuhës tyre. Njerin gjuha e çanti ai po jon do njerëz vallahi me gjuhë i bojnë njerëz mos me flet ton natën. A disa njerit ja prishin jetën me gjuhë. Pasha Allahun, ka njerëz që bin depresion si shkak gjuhës tjetrit, shkak ofendimeve, shkak shpifjeve, shkak të bullizimit që i thojmë zemonin ton. Që është një problem për problematikave. Sot njerëz e kanë marrë çështjen e bullizimit, e kanë marrë si diçka, din edhe me bo, zotin arrujt me bo, memo me bo në për rrjetet sociale, bën memo me ato, e bën një video, i vjen bara ati personi me dal në rrugë me dal. E unë e kom përmend, kjo shkon të u bo dhe ma e randë, kur dikush që pretendon, po thamë, Peshtin Thojza, që është i shkollum, që e bën punën e gazetarit, e del në rrugë, e nxen një plak që ai plaki i shkret, na e dim baballar ton, gjyshrit ton, çfarë kohë kanë jetu. Kanë jetu në kohën e një okupatori që si kalon mu shkollu, si kalon me çukryt. Ndoshta ata shumë informata për globalizmin si kanë. Nuk janë që me i din ato shumë rende çka i lyp trendi botëror. Moda, nuk e din ata çka është moda. Ai e nxjerr me një pyetje pa lidhje ja bën. Edhe atëherë ajo video bëhet virale, ajo video qarkullon në këtë 4 anë të vendit ton. Çish ndihet ai njeri, po unë kisha më thon këty në njerëzve për Allahun, po të pyes, çish kishe munditi, më kon çaj ti o gazetar. S'ti thom ka gazetar, që mos na i non ata, po këto mund të me bëllë çdo kush që ka një rrjet social. Çish kishe munditi me ta marr babën tonë, me ta qit në për rrjetet sociale njerëz me bëj garë me babën tonë. Ai shëndi mirë. Ai shëndi mirë dikush më utall me babën tonë. Më utall me nanën tonde, me vllahun tond, me motrën tonde. Çata që po tallën, çaj është baba i dikuj, o vllavi i dikuj, o shdoja i dikuj, o migja i dikuj. A të vjen mirë ty? S'vjen mirë, pa dyshim që nuk vjen mirë. Ama na jetojmë një kohë kur këto antivlera janë bo vlera. Me i përqesh njerëz të është bo vlerë. Tash e po dikush që din me i përqesh edhe njerëz, me njerëja bojnë ato klikimet e rrjetet sociale. Atë qysh po din me përqesh, ma sa mirë kë. Për fat keq këto janë punë dashurit e mi që hidhrojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Dëmi i gjuhës dashurit e mi është i madh edhe rreziki i tij është shumë i rëndë. Çush e thash edhe më herët, për i përsëris, gjuha dashurit e mi din me bo zarar të madh din me bo. Po të njëjtën kohë gjuha din me bo dhe mirë shumë, kur e përdor dikush për të mirë. Sa njerëz që din me përdor gjuhën për të mirë, ashtu që Zoti ka kërku, sa njerëz i pajtojnë, sa punë ndreqen me gjuhë. Ka njerë dikush din pak me fol, me 2 fjalë e ndreq një problem, e zgjidh një problem, me 2-3 fjalë. Apo she, gjuha i ngjason sikurse shpata. E kipa shpata. E përdor për të mirë, të pështan. E përdor për të keq, mbyt njerëz me ta. Me shpatë mundesh me përdor për të mirë, ose me thonë thika, për të mirë e merre prej bukën me ta, e prej në mishin, e hanë mishin, gnaqesh apëton me ta. E përdor për të keq, e mbyt njerin, shkon në burg, e prish jetën, ja merr jetën njerit, i prish familjet, i shtin gjak familjet, apo she? Kështu është edhe gjuha. A disa njerëz sot kanë probleme si shkak, e sidomos po them në këto rrjete sociale. Aty unë e kam thonë disa herë kam përmend këtu kush është me ne non stop që vjen ligjërata tona e din këto unë kam thonë na ishim pakon në zor me na e qit këtë Facebookin. Se na i ka qit Facebooki budall të mpa. Për para, kur i kem pas budall, këtë se cili fise ka i budall. Po e kanë mshef, mos me qit me po njerëz, mos me marrë vesh njerëz, tash Facebookja ka qit arpallokin. E ma e madhja dhe që dia ma e madhe, kur e sheti një 50 vjeqar, një 60 vjeqar, folë si mi pas 20 vjet. Hajta e 20 vjeqar, i dhush, hajt me sa gjami, kjo është a gjami, së ka din. I ri është, o ka bon, po njeri 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet njeri autol. E rond, pallahi e rond.
Këshire, ta shti thush, aman ja rabbi, pikaj të të dollë ton kjo urejtje, ton kjo e shame, hin, së të din lajmë portal që del, veç hin komente, i thush ta njerës, pika po, prej ka do të po karikohen këta me ton këtë mlef, prej nga ju të e marë ton këtë mlef, ton këtë urejtje, apo i thujmë vetit në e na një kombi e na, apo i thujmë kombi shqiptare, e na shqiptarë, apo i thujmë që kjo Kosova është Kosovarja, në Kosova e jonë, apëton. A i njeri besë u rejnë të hujnë tjetës, nuk du të mi dalë vakt me u rejtë. E lëma një tjetërin, e lëma me shajtë një tjetërin, e zotin arrujt me evranë një tjetërin që edhe pëndodhë. Ama krejt nisin me shto. Pasha Allahon krejt nisja është gjuha. Me gjuhja nisin e tani përfundojnë me vrasjen e udhu, në udhu billah. A shokët e Muhammedit a.s. një për tyre Ebu Bekri, që Ebu Bekri ka qenë njeri më i mirë pas pejgamberit a.s. Ka qenë musliman i përkushtum. Në ditë për i ditëve e kanë pa Ebu Bekrin, e ka kop gjuhën e ti dhe po thot që kjo po mësil probleme po mësil. Ka thonë gjuha po mësil probleme. Ebu Bekri i cili ka qenë njeri që pejgamberi a.s. ka thonë me marë me qitë imanin e krejt ummetit, imanin e krejt muslimanve me qitë një onë, edhe imanin e Ebu Bekrit në anën tjetër, imanin e Ebu Bekrit të peshon marund, qa shokon musliman i mirë edhe i devatshëm. Edhe ai ka thonë gjuha po mësil probleme po mbën, gjuha po mbën telashe. Po çka me thonë na? Çka me thonë na? Gjuha dashurit e mi është sikurse një ujk i dëmshëm. Ai ujku i dëmshëm çka është? Barit hekin prej tij. Sa ai kut ti nxen kopen e shkatron. Për atë gjuha dashurit e mi i sjell njerit probleme kur zin me kontrollu. Ndërsa çka thot Ibn Abbasi radiallahu anhuma, në ditë për ditëve i ka fol gjuhës vet. Çka ka thonë Ibn Abbasi? I ka thonë gjuhës ti, o gjuha ime ka thonë, kul khajran të gënam, fal khajr ki mu pasuru. Fal khajr ka thonë o gjuh, ki mu pasuru. Ndalu prej sherit tënd ki me shpetu. Tani ka thonë, Allahu thot e më shiroft atë musliman që e mban gjuhën e ti larg fjalëve të ndyta, e frëngon nga përgojimi, e ndalon nga fjalët e kota dhe e run nga fjalët e ndaluara. Këtash këtu shumë kom që ka me fol. E sidomos për neve djemë të ri shumica të rive. E ki po, kujtojnë që për me e trash shoqnin du të mushajt me nonë një me tjetin. Po që shishat, tha unë e kom shok to, ama kur t'ja më bërthen, nonën ja qënë, dejtë i pesti ja qënë e ja këthena votan. Edhe thot e kom jaran të shpitit, e kom në këto. Wallahi, billahi, që këtë nuk është shok i mirë. Qaj shok që ta shalë nonën, shalë me nonë, wallahi, që shok i mirë. Po qa ka, po që farë, kjo wallahi, që po më vjen kesh për i shok të do, jonë ma të vjetër këta e din. Mu shajt me nonë u kona dhe të shkijeve. A është ashtu asë është? Të nafë së kona dhe të. Na i ke marë do dhe të shkijeve. Me që për ju ka dhe shpejt, do dhe të shkijeve që kena. Tash na shilshojmë myshteshet edhe bo me qitelia, him gargijave, mu bo burnia, ama qëtojnë atë të shkijeve. Me vra njeri veten, a kona dhe të shkijeve së konë? Pasha zote për para plesh tanë, kër e kanë diti kush e ka vra vete, ka thonë, veç shka dhe vra veten. O qështu asë është? E dyta, me shajt me zot, a kona dhe të shkijeve? Me shajt me zot atë të shkijeve, a konë? Qëtën atë të shkijeve jonë, mu shajt me non, atë të shkijeve. Nuk jo këto adetet, nuk jo në adetet tona. Nuk jo në adetet tona, nuk mund është me gjeti një njerit meqëm, po flasë për njerës të meqëm në ulla, se për me këta që me të jepin me qira, dhe që e mbaj kryt për sëron, dhe vesh me i prej flakt, me këta unë s'kom punë. Unë e më flasë me njerës të meqëm, se jo në do njerës kryt e mbajnë vesh për me shku të përberi me i prej flakt. Kur gjohë ma shumë, se shenë të runin kur përdorim me punu me ta. Ama nuk e kom pa halon një njerit meqëm që shonë me nonë. Pasha, zotën jo. Një njeri të meqëm, një njeri që është, me të vërtet njeri i meqëm, nuk e kom pa që është gojnë dytë. Se kom pa ato, se kom gjetu në hala. Se pranon mërë njeri i meqëm, se pranon njeri me mendjen të ndritur. Një mendjen ndritur nuk e pranon me pas moralin e vetë me këta.
Gjuha e tij s'bën me qenë kësi gjuhë. Gjuhë thash edhe një herë, me të rash jaranin, tha ky shohat me non. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Po tani qysh ki fytyr me shku të qaj shokin shpe, e qaj e nona e qati shokit, ta qëtë buken han për durve të saj, e pin kafe për durve të saj. Wallahi e ke tradhtu, edhe psa e shkreta se ti që ti peshan, ama e ke tradhtu buken e saj që ta qëtë, e ke tradhtu ushqimin e saj, pijen e saj që ta qëtë. Muslimani është, wallahi billahi, na kena, unë e apet kom thonë, unë e këtë dirtet edhe gajlet, edhe muhabetin e kom e musliman, se ma ata tjirë të smirna, ata e kanë fejnë e ty në tonën, s'ma më intereson hiç e në dubo. Allah ka thonë Kur'an, lekum ud-din e kum waliya-din, ju e keni fejnë e ju, ne e kemi fejnë do, na du të më marrë me një tjetërin, na du të me përbesu vetën, s'mi intereson mu qka bën një krishter, e qa bën një jahudi, e qa bën një aj tjetër, e ka fejnë e ti, dhe të bën qka të donë. E ka zgjedh mu përcaktun to. Na duhet si musliman duhet me rregullu. Na duhet me qenë musliman, kur ti thush vetit musliman, duhet me konë musliman tamam. Musliman me pun. Jo musliman me amen. Muslimani i mirë nuk shan. Muslimani i mirë nuk ka gjuhë të ndyt. Pejgamberi s.a.s. ka thonë. Muslimani i mirë nuk ka fahash. Fjalë ndyt nuk është. Nuk ka vulgar. Nuk ka vulgar muslimani. Pastaj shëqa është një ajet dashurit e mi në Kur'an që pasha Zotin musliman të partë hershëm që këj ajet i ka bo që mi matë fjallët edhe ka pas për tëre që thot brenda ditës e disa fjallë i kom thonë që ndëgjej këta thot brenda ditës e disa fjallë i kom thonë jonë disa pejneve me vetë para gjysore që ka folë s'dim në të kalzu pse? Se na atë shumë folim atë shumë e lëshojmë se gjuhë tona për fatë kesh na i kena gjuhë pa frena gjuhë tona s'ka frena e të muslimon të partë hershëm gjuhët e tëne kanë pas frena të dashurit e mi ka ditë qka ka thonë gjatë ditës ka ditë so fjali ka thonë gjatë ditës pse? Se ka lexu fjallën e Allahut ku thot Allahu në Kur'an ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid thot Allahu nuk e thot dikush ndonjë fjallë nuk e thot dikush ndonjë fjallë veç se e ka një përcjellës do thot precis që e shkruan ata e shkruan çka pe thush si del fjala edhe çata kanë thonë te populli derisa është fjala brenda dhomëve tu, brenda gojës tonë, se bon ato të varë që gjojës, ata gjoja thojnë, se i kom pas do shok të varëm kanë mbet. Brenda gojës, desa ki fjallën brenda gojës, ti e pronari saj. Pasha Zotin, si ti kalën dy kapakt, qërë Allah, vëllaj Zotin nuk ka kriju këtë kur gjohë. Që sa Allah kur folë për njeriun thot e kana kriju njeriun thot në formën matë përsosën s'mundesh me gjithë krijes matë përsosën me se njerin s'ka, hiq qëre, ti ka bo gjuhës ja ka qitë dy par kapak dy par dyrë ti ka bo dhëmt dyrët e para ti ka bo bust dyrët e dyta dhe me që ka dale e dikush i ka thy dyrt dikush i ka dyrt thyme i ka s'ka dyrt heq a i fizikisht i ka dhëmë të bust i ka po a i në aspektin kuptimor se eksistojnë pse e veq e shanë e sidomos të na e ki pa për fat keq unë kom qef me kom pak vetë kritik e pa na pejon të avzane kena një behone kena punën ha qa bo në sleme ka bo me drogi ka bo selam këtë drogashi bënëm këtë peja drogashi ta e përshtyve dhushti a kamër Allah dikush të që punën me halal në këtë vend këme drog po lebe atë ka marë pare ty ajti shka jo po lebe thuj ishala me halal ishala i ka po me halal kër e sheni këj shiton din mirë thuj o zët bekoje o zët shtaja pasurin kur gjost ka marë bre ama na si të shëm jabe makaki jabe se kështo zvanke e kush bambe kush është taj që po bojka
Këto janë smuje dashur, unë e di që këto janë për bekesh, po këto janë bekajt. Se në shoqëri, dugojgjia në kesh. Dugojgjia në kesh. Këshi e ka. E kesh, a u thonë. Vallahi si e musliman i mirë, kur deri sa ti e kesh këshin tëndë. Pasha Allahun, ai që e përqesh këshin e ti, ai së musliman i mirë. Ai pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, aleikum salam, që se me dorë, vëma e qika te, Allah i trujt. Qika e nanit, se kjo nani, që apëshë në qiti pitemës. Du të një bo me dorë, se i nodë, janë mua e qika vogën gjami. Pejgamberi sallam, që shka ka thonë? Atë shumë thotëm ka porosit Gjebraili për hakun e kojshis, deri sa thotëm ka hi mendja, një ditë ka më arë me në thonë, kojshia merë do të hise prej pasuris tonde, o shtë trashëgjimtar pasuri. Na, sot, jo ndo, ani do haxhi, po thonë, o zotë që të ka e zoti për shtetë. Pasha zotën jo ndo, si shakalon atas, të dira gjami që kshalon me hi. Haxhi e len kerin midis rrugës kojshive i bëzullëm. I dhëtë vetit haxhi, kjo haxhi Kastravec. E len kerin midis rrugës. Wallahi isha të një miki jemi, pesho, jam që ka keri, që keri këti haxhi Kastravecit. Mudhim ke keri jem, me im shutra me tim shumet, ja bo pak shkrejta, u dhënë. Me dhënë mare idiot, mare sejsuz, mbare du të me të orë, i bën azot, 30 shpi i bën azot. 30 shpi i bën azot. Parkingi sot të dihet, sot dihet parkingi belon, mit disë rrugës kjo haxhi Kastravec e kalon kerin. Mbare du të me të orë, pasha zotën, me pasyt e tu qaben, edhe në basa saj me bojë që si veprime, kuku për ty. Pse pe përmendi, po e përmendi se që qëtu e në orë, qëtu. Unë e kom thonë dhe apet kom e thonë, pasha Allahun, jonë në për do kafet pesh, unë e shikom djek, po i në gjodë njerëz. Wallahi, jonë do aty mbrenda, e zeza e ty në në qipin raki. Pasha zotën, do puni kanë matë mira se do që bojnë namaz. Pa më janë shumë keq që betëm kështon. Ja, mosër, balë mo, balë. Du të mundal, nuk du të mi mashtru. Feja nuk kam i mashtru njerëzit. Namazit du të me të kull... Wallahi, qaj namaz që nuk të ka qiru ty. Qaj islam që s'të ka bo musliman të mirë. Pasha Allah t'i keme e përshambull të keq. Ani tani për e ka shu mjekrën. Wallahi, nuk o kjo mjekra veç me e shu, veç se 1, 2 javë, 3 javë së ruhesh, të rritet mjekra, ama mjekrën kur të ki bo njetë me shu, wallahi, du të mi aje hakin mjekrës. Pasha Allah du të mi aje hakin mjekrës. Se këtojnë, qërë kë haxhia. Qërë kjo që e ka shumë mjekrën. Ja, mjekra për gjithësi. Kjo sënnet i pejgamberve. Sënnet i njerëzët mirë. Ja bënë i mirë, se aj kur ish pashkun në një odë atje, kishar njoni kish vesh gjybën e hoxhës, kapuqin e hoxhës, edhe hinë në të pame aty, aj kërë plak i ka thonë, shuni ka thonë. So ka vjen një djetar, dush ka me nabo me folë dikosh. Kër o ullaj aty, ja ka njës me folë, kër e ka njës me folë, e ka marrë vesh kërë plak i se si pas ka ky punt, tha ty zotni, tha, ja bën një fjallë që i teshat, janë drejteshat. Edhe në bjë dhe më pëtën, kur të shën mjekrën, janë boje mjekrën që zotë mjekrën, ja ka peke mjekrën këtë. Ma, se tani ata s'pëthojnë Ernesti, se me thonë Ernesti në pështojmë. Hajtë ata me mjekra. Pse po i kritikoj se unë vete kom mjekrën. Mos me pa pas mjekrën si kësha thonë që të fjallë se këshin thonë po da në nasynë mu. Pasha zotën në ndina krenar që e kom mjekrën. Edhe krenar ndina me ta. Ama që ata kom qef, mi a jep hakin asaj pune. Se na nuk jena këto do vëllon gjarat formale në shkatrun. Zotje dënë të qiltërten, Zotje dënë të pastërten. Allah do bineve të pastërten. Pastaj, është arë në hadith pejgamberi s.a.s. që ka thonë pejgamberi a.s. për çështjen e gjuhës. Që shtash ma heret, gjuha të bën dëm, gjuha të prunë edhe dobi. E ki e përdor për të mirë ta prunë dobin. E përdor për të keq ta bën domin që pasha Zotin opton, s'din kryt ku e ki. Që thot pejgamberi a.s. thot me yadmanu li ma bejnë lihjejni wa ma bejnë fakhidhejhi admanu lahu l'gjenne. Allahu akbar. Thot pejgamberi a.s.
kush më garanton që e run ato që e ka mes dy nofllave, që është kush? Gjuha. Edhe e run atë që e ka mes dy kofshave, organin gjenital, do më thonë nuk e qënë haram, ja garantoj gjennetin unë ati thot. Pasha Allahun, unë e po të thëmë, njerës të qënë gjuhën gjehenem i qënë. E lëshon fjallën aj, ta lëshon një fjallë o tonë, tani a ki po do të ofendon një herë, ta lëshon fjallën e ronë, tani ba ma halal, tani të këshyr, adin me respektu, ti që që ke respektu, ja. La yuldagu mu'min min jurhin wahidin marratain, nga thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimani mirë nuk ka shot dy herë në grupës. Ja, s'ka. Më ke kafshu një herë tash sa herë të këshyrive që këshyri varën kështu. Ja, s'ka më me kafshu. Muslimani mirë nuk kafshohet dy herë në grupës. Se kena bo këto, bo ma halal, e kena bo si me hongër gjysë e pesë i qyfte. Bo ma halal. Ja, s'po ta bëj halal hiç. Ja, s'ka bo ma halal. Një herë ja koll zemrën mirë, e lem pa gjumë. E rrotullohet ai tën notën e gat pi fjalëve të rënda ti, tani bëma halal. Ja, shkon kështu. Nuk shkon kështu. Po, a duhet më u bë halal? Po, duhet më u bë halal. Halal duhet më u bë, po kur të permisohen. Jo ndo njerëz, vallahi haram është më u bë halal. Do njerëz vall haram më u bë halal. Pse? Sa ata vetë shkojnë të bëjnë zullum më shumë e më shumë. Po, halal duhet më u bë aty kur do më permisuaj o pendu për gabimin që e ka bë. E kanë di dhe të thot gabimin që e ka bo, po du të me e falë, do po halal të koft. Ama për deri sa i vazhdan me punë të këshia dhe vazhdan non stop me ripërsërit gabimin e njëjt, e a du të me bote e dip, du të me edukuat njëri. Pastaj, Abdullah ibn Mes'udi, shqo, që ka thot Abdullah ibn Mes'udi? Thot, wallahi, ma fil ardi ahaqqun bituli habsin min lisan. Allahu akbar. Thot vallahi betohet Abdullah ibn Mes'udi, thot nuk ka diçka në tokë që është ma me merit që gjatë me mbajt të burgosur, të fshet, të mbyllur, se çka? Se gjuhën. Gjuhën dashurit e mi. Gjuha o dashurit e mi. Apet po thamë, ai ka qenë Ebu Bekër radiallahu anhu, e dihet kush e din, kush o Ebu Bekër e din, kush se din, let kthehet, let e mërë, let e lexon. Ka edhe në gjuhën tonë, ka një për hoxhallarëve Ali Sallabi e ka një libër që e ka shkruar për Ebu Bekrin. Bleje, Ebu Bekri. Merë lexoja edhe kime po, vallahi kimu kënaq, kimu shkri dhe kimu vallahi ka qenë muslimani mal ka qenë. Ama që ky Ebu Bekri, që vesh pe kallzoj një fragment për jetës ti. Një fragment për jetës këtij burrit madh. Çfarë burri madh o kon? Ebu Bekri e dini e ka pas këndri, ka pas shok të ngusht Omerin. Jaran shpirtit e ka pas Omerin. Jarana, po ju në shtym punë të mira. Në ditë Omeri ka thonë, vallahi ka thonë, sa të kam ja kalu Ebu Bekrit me punë të mira. Qa ka bo Omeri? O shku e ka marrë gjysën e pasurisë. Që e ka pas, orë të pejgamberi sa ka thonë, ja Rasulallah, që kjo gjysa e pasurisë teme, krejt kohë për Allahun dhe dërgumin e ti. Thot, Omeri më konë të ndajt veç kur po vjen, thot Ebu Bekri. Erdhe Ebu Bekri, erdhe të pejgamberi a.s. i tha, ja Rasulallah, që të pasuri, po du me e për Allahun edhe dërgumin e ti. Atër pejgamberi e pyti, tha, o Ebu Bekri, tha, e që i ke lonë familjes, tha, e kom lonë Allahun edhe dërgumin e ti. Kajtë pasurin e ka jep. Kajtë pasurin e ka jep për Allahun edhe për dërgumin e ti. Që kë Ebu Bekri, e ka kop gjuhën e ti, ka thonë që kjo gupon për unë telashe. Që kjo gupon bën telashe. Gjuha Ebu Bekrit i pas ka bo telashe? Qka me thonë për gjuhë tana? Qka me thonë na? Po veç me thonë, o Zot na përmisa. Se, tham agjerimi në mësën të arrujmë gjuhën dashurit e mi. Sa prej agjeruesve e prishin agjerimin e tëre me gjuhët e tëne. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa e rrezikshme është një fjalë dashurit e mi. Një fjalë goje. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e thot robi la yulqi balen, nuk janë don mendjen që asaj fjale që e ka thonë, në xhehenem hudhet 70 pranvera, 70 vite, veç për një fjalë. Për atë arsye dashurit e mi duhet me pas kujdes, se gjuha, kanë thonë ulemat, el lisanu tariqun lil khair wa sabilun lish-sharr.
Ka thonë gjuha është rrugë e hajrit, po është edhe rrugë e sherrit. O rrugë e hajrit edhe e sherrit. Do thot e përdor gjuhën për hajr, komë të sjell hajr. E përdor për sherr ta prun sherrin. Për atë agjerust duhet me qenë ata të cilët e ruajnë gjuhën e tyre, kujdesen për agjerimin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur hadith vërtet o përmend, ka thonë Allahu nuk ka nevojë për ndokuj pe juve, prej ndokuj pe juve, që ai ta lën ushqimin edhe pijet e tij. Ti lën ushqimin edhe pijet e tij, e derisa ai nuk kalon fjalët e dyta, nuk kalon punët e këqija. Që kjo është kuptimi që e ka thonë Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kujdes ti që agjeron, ruje gjuhën. Wallahi që edhe me këto pe e përfundoj se koha edhe sa ka mbet moment? 4 minuta. Okej, 4 minuta. Ka pas për muslimanëve të parë të hershëm që du me përmend një du me përmend djalin e Omerit, Abdullah ibn Omerin. Kur është fol për Abdullah ibn Omerin që ka kalu Ramazanin, thot Abdullah ibn Omerin e kena pa në Ramazan veç namaz me xhamat kur o dalip e ken pa. Si o kry namazi me xhamat, thot o hup. Thot një prej shoqërusve ti, jam shku edhe kom pyti, kom thonë, o imam, o hoq, pse po hup në Ramazan nuk po shihesh? Ka thonë, vallaj, po i tut në gjuhës. Ka thonë, veç pe kom obligim me dal namazin me fal me xhamat, o këthy në shpinë e vetë o pshel. O largu për njerëzve, se njeri kur përzihet me njerëz, po atjetër që ka me lëshu këto. A i tjetëri, që ka bo? Neve na doken gjërat qimendura këto, po s'jon këto qimendura. O shku e ka mbush gojen me gur. Gojen e ka mbush me gur, i ka ndonë, pse ki mbush gojen me gur? Ka ndonë se po dënë gjuha me fol, po kur po dënë e me fol me leviz, kur pe i leviz, i në vlat e mija, po dhamin. Me rru gjuhën. Tashti me bo me marë, me imbush dikush gurt, me imbar gojen me gur dhe në që i budala. Këto e ti që kanë këtë qyteti që ata tashune, ne në qytetëshëm, ne kena një smuje në qytetin tanë që duhet me shërut punën e gibetit, urgjente kena, këtu kretjena, veç dikush është ligë të parë, dikush dytën, dikush është super ligë. A kretin ligë jena? Ligë kretjena, së shkërkush jashtë ligës, asune, që po flasë, jo kretjena, Zotë në drejtojnë në përmisa. Ama dikush në 3-ën ligë, dikush në 4-ën, dikush garon super ligës. Në super ligë se shënë dënë me u kampion ta. Kjo problematikot dashurit e mi. Si pështon kush pe gjuhës ti? Dhe pas kujtej zoj dashur jam. Se gjuha të qënë gjennet edhe gjuha të qënë gjennem. Ta shti zjedh për nefsin ku po donë, apo donë gjennet a gjennem. Unë te e kipo, ajt apet për thonë, edhe për mbydhi. Ja kallë shpirtin me gjuhë, e ofendon fort, tani bëma halal, pas qysh be bëma halal, qysh me ta bo halal. Ti njëherë ja coptove zemrën, ja mori ja shkyve zemrën, dang, tani hajde po du me ta harnuat moja. Problem është aftë. Shumë problem kjo. Për atë, wallahi billahi, me fjall njerëz i nderon edhe me fjall njerëz i poshtron. Të kemi kujdes e sidomos gjatë agjerimit. Kjo nuk do të thotë që veç jo, në agjerimi është agjerim, por në agjerushëm kërëna kujdes du të qenë edhe shumë më i madh. Pse? Se ai që është zgill është i lidhum. Njeri në Ramazan me bo me i po punë të dreqit, të kallëzon se dreqi ju ka lidhaj i Malkubi, o lidh, ama e kanë lonë edhe këto zgjilët, edhe këto me lidh. Se jonë do, si me ata, si pa ata njek, bilem, ja jepin shkollat të në jepin. Po, Zotina e përmisov gjendjen tonë, aty ka kem qëllopi mirësive të Zotit, kem gabu për me dhe shetanë, wa akhir dawan, alhamdulillah, rabbil alamin.